Ndodh edhe kjo. Kandidati për guvernatori kërkon gjysmën e fitimit modeles së portalit për të rritur. Një kandidat republikan për guvernator të Floridës ka propozuar një taks më katesh 50% për të ardhurat e krijuesve të OnlyFans, një mas që ai thotë se do të ndihmojë në frenimin e përfshirjes në platformë. Megjithatë, një nga krijueset më të paguara dhe më të njohura të OnlyFans, Sofia Ryan, e cila jeton në Florida, ka kundërshtuar ashpër këtë propozim. James Fishbank, kandidati republikan për guvernator i Floridës, ka deklaruar se nëse zgjidhet do të shtyjë për një taks 50% për të ardhurat që krijuesit e OnlyFans fitojnë në shtet. Ai ka argumentuar se të ardhurat nga kjo taks do të përdoren për të rritur pagat e mësuesve dhe për të përmirësuar ushqimet në shkolla. Propozimi im si guvernatori i Floridës është të rritet taksa për të ardhurat e modeleve të OnlyFans në 50%. Pra, për dikë si Sofia Ryan, kjo do të thotë të paguaj $42 milion taks në Florida, ka thënë Fishbank. Sofia Ryan, një nga krijueset më të paguara dhe më të njohura të OnlyFans, e kritikoi ashpër këtë propozim, duke theksuar se shumë njerëz mbështeten në këtë platformë për të mbajtur familjet e tyre. Kur u zgjova dhe pash që një politikan i Floridës po provon të krijojë polemika me mua për vetëm klan, nuk e besova, tha Ryan, duke ju përgjigjur drejt për drejt Fishbank. Ajo gjithashtu theksoi barën e madhe të taksave që krijuesit tashmë paguajnë. Ne do të duhet të paguajmë 50% për shtetin, përveç 37% që unë tashmë paguaj për qeverinë. Unë do t'isha mëse e gatshme të paguaj këtë, nëse korporatat shumë miliarda dollarëshe do të taksoheshin siç duhet, por surprizë, ato nuk po taksohen, shtoi ajo. Fishbank e ka cilësuar propozimin e saj si një qëndrim moral, duke thënë se beson se OnlyFans shfrytëzon gratë. Mesazhi im për pronarët e OnlyFans është: dilni nga shteti ynë. Shpresoj që të falimentoni, mos guxoni të vini në shtetin tim dhe të shfrytëzoni dhe abuzoni me gratë e reja, tha Fishbank. Mesazhi im për burrat që blejnë këtë përmbajtje: ndaloni. Mesazhi im për gratë që po shfrytëzohen, ndaloni. Kur u pyet për krijuesit që zgjedhin të hyjnë në këtë platformë, ai argumentoi se shumë prej tyre nuk kanë mundësi të bëjnë një zgjedhje të vërtetë. Psikologjia 101. Sindromi Stockholmit tregon qartë që nëse një viktim beson se është zgjedhja e saj, atëherë nuk është, tha ai. Nuk besoj se gratë e reja që po shfrytëzohen dhe përdoren nga OnlyFans tani kanë një zgjedhje. Ryan theksoi se shumë krijues të OnlyFans kthehen në këtë platformë pasi po përballen me vështirësi financiare. Mendoj se njerëzit nuk kuptojnë se ka kaq shumë krijues në këtë platformë që e bëjnë këtë punë sepse janë në vështirësi, tha ajo. Kështu që të taksosh kaq shumë kur ata janë duke bërë këtë vetëm për të mbështetur familjet e tyre është shumë e trishtueshme. Një raport nga Only Guider tregoi se kërkesa për përmbajtjen e OnlyFans po rritet globalisht, me Miamin që renditet i 4-ti për shpenzime për frymë.